Serbia kur na ka vrarë, kur na ka masakruar, dëbuar nga Kosova, kur ka bombarduar një fshat, as nuk e ka pyet i cilës parti politike është kjo lagje ose ajo tjetra, as i cilit religioni takon. Ata kanë bombarduar majtas e djaftas, e në qendër, e gjithkund, pa pyet për katësinë e tyre, as religioze, as politike. Ata kanë goditur shqiptarët si të tillë, duke goditur një fshat, ose duke vrarë një shqiptar diku, ata kanë synuar të shkatërrojnë të gjithë shqiptarët si të tillë. Ne të gjithë jemi të mbijetuar të gjenocidit, sepse ata kanë menduar të na shkatërrojnë neve të gjithëve. Prandaj ne duhet ne që kemi mbijetuar atë gjenocid, ne duhet ta ngrisim zërin. Mos heshtëm asnjëherë, sepse është shumë e rëndësishme kjo çështje, siç e thash, edhe për shkak se kjo është bazamenti i lirisë sonë. Pa përjashtuar edhe aspekte tjera, sigurisht, që lufta jonë çlirimtare, gjitha ato, krejt është një kolorit i krejt kësaj, edhe rezistenca paqësore, edhe gjitha kanë peshën e tyre politike. Mirë po, bota neve na ka njohur si viktim dhe na ka ndihmuar që ne t'jemi të lirë, prandaj ne këtë çështje duhet ta konkretizojmë përmes miqve tanë. Ta nxëm, është shumë e rëndësishme që të fillojmë nga vendet fqinje. Shteti shqiptar dhe shteti i Maqedonisë janë dëshmitare të gjenocidit që ka përjetuar Kosova. Ato duhej të nxjerrin rezolutat përkatëse për ata që kanë pa, sepse 1 milion shqiptar të dëbuar nga Kosova nuk kanë shkuar dikun tjetër, pas në shtetin shqiptar, që është treguar shumë mikpritës me qytetarët e Kosovës, me popullin shqiptar të Kosovës, po edhe shteti i Maqedonisë, i dim gjitha ato përjetime të shqiptarëve të asaj kohe, që sot sigurisht në këtë ditë veçantë na dalin gjitha ato pamje parasysh, po ato rrëfime trishtimi objektivisht. Absolutisht, po.